Qyre Drenac, ai Ramizi përveç që ka punu shumë, edhe është edhe artist. Ajo është artist autodidakt, artist i pa shkollë. Si që kjo gare fort për thuni jo, unë nuk mendoj që ka qenë gare fort se janë të njëjtë njerëz. Kur janë të njëjtë njerëz nuk është gare fort se njoftë janë një tjetër. Po procesi zgjedhor ka shumë mënyrën më të mirë që është e mundshme edhe kemi treguar një kulturë jo evropiane, po botërore, që te ne asnjëherë nuk ndodhin incidentet. Arsyeja vetëm është se ne e dëmojmë një tjetrin, e luftojmë një tjetrin, po e dëmojmë një tjetrin. Kurse kjo gara që e bën Prishtinë mes treve, për parimit Qekut edhe Uranit, ata kalonin përshtypje të mëdha, a ditë që ishin në emision televiziv, që patën një debat të përbashkët, ata lanë një kulturë të madhe aty. Erdhën në përqafun, u ulën, i shkëmbyn mendimet e veta, i dhanë projektet e veta, gjithë shka në regull, ishte ka pak në temperaturë, pak më të lartë, por megjithatë kur mbaroi, prapë përqafun, aja jep me kuptu që cilit fitojnë, ne fitojnë më mirë. Për sa janë të mirë, e din populli. Kush sipas teje? Përparimi, Qeku Urani tashmë është i treti, sipas votave mirë, po na jep një verdikt. Dëgjon, për mu është njëjtë se ato fjalë që i tha pak më herët kamermani ju, i thojnë edhe ata tret për mua, kështu që për mua është cili fiton është njëjtë, po është mirë pak me ndru. Është mirë pak me ndru. Për shembull, i njoh tret, i njoh jashtëzakonisht mirë, e sidomos Uranin edhe përparimin, se me babën e Uranit kam pas një miqësi të ndjes pas, shumë të fort, ka qenë mjek, stomatolog. Me babën e përparimit kemi rënë edhe mësim, profesor Kadoshamin e ndjes pas. Me të Qekun e njoh vetëm si ministër kulture, që për kulturë ka dhënë shumë. Për ty, cili do që jetë? Për mu është njëjtë. Vlen. Për mu është vlen, por që ka bon kulturë Qeku, me bon Prishtinë, na kishë shpëtu në Prishtinë e Lidhë. Me Hajrullah Qekun qenge? Jo, unë më i me kalzu kënë ja kom qitë votën. Unë ja kom qitë votën a jetë Brejshorit, drejtar 30 vjeçar që e nje Prishtinë e Ngithe, a është i LDK-s. Asë nuk s'kushta për atë punë. Por unë po të thamë sinqerisht që e kishë meritu Hajrullah Qeku me dhejsh Prishtinën, qofë se kishë dhejsh që ka dhejsh Ministrinë e Kulturës. Te për mirë, në sot ansamblet, disa ansamble funksionojnë, kultura funksionon shumë, artet skenik muzikore funksionojnë shumë Kosovë, edhe pse kenë Prishtinë një salë të tillë, po ai i del haksh me pare, na paret i ke marak. Ai lëshon pare, lëshon edhe aty ka njerë kur s'duhet, po megjithatë i mbulojmë na që punojnë. Qyre Drenac, ai Ramizi përveç që ka punu shumë, edhe është edhe artist. Ai është artist autodidakt, artist i pa shkollë, s'ka të kryme akademi dramaturgji, regji, aktrim, po është artist, ai din edhe me qesh, ai din edhe me shakur shan lezetshëm, por Ramizi ju tregoj për të kry se kush është ai. Nuk mund të hudhet poshtë një njeri, një familje heroike, ti këti kombi tonë, duhet me ditë që Ramizi vllai kujt është, duhet me ditë që Ramizi shumë bukë bëhet vorri vllau tim dhe ikonatës time, unë për gjakun e tyne jap gjithë shka, për gjakun e herojve edhe sot buqun, partia vetë, me këshu, me neglizhu, lese me neglizhu, po edhe e nënçmojke, pesa dhe e fyeke, e shantazhojke. Por ai njeriu, kur e din që s'ka fajle të ka, edhe qeshet mirë, edhe të natë mirë ati ka. Partia demokratike e vetëm një përparësie kapi partive tjera. Është partije shantazheve. Aja vetëm me shantazhe di më marë. Duhet me pas kujdes shumë se aja është partije shantazhe, i ka njerëz të specializuar mëna për shantazhe. Një ndërta jam dhonë. Pse? Po më kanë shantazhu, kom qenë drejtor i Shotës më i suksesshëm, kam marrë vendin e dytë në botë. Vetëm Shota ka infrastrukturën, asnjë ansambël tjetër s'ka infrastrukturën. Shota s'ka koreograf. Po mu më hekën me shantazhe, se s'mëshin e më hekë në mënyrë profesionale, që ta kanë një drejtorit me hekë, po një shantazh, edhe në shantazh patën këtë gjë probleme më hekë, po megjithatë princin me dhonë dorëçi në botë. Nuk e dorëzove? Ja, nuk e dorëzova, dhe më hekën ata e formu një farë komisioni, edhe pse komisionet nuk kanë drejt me hekë drejtorat. Drejtorat i hekë ministri. E formu një farë komisioni,